Përshëndetje për gjithë, mirë se vini në podcastin Nga Zero, podcast që për qëllim kryesor e ka informimin e të rive prej përvojave të ndryshme të cilët i rrëfejnë musafirët tonë. Sot kam nderin ta prezantoj një koleg i cili ka pas një rrugtim të jashtëzakonshëm, me cilin do të diskutojmë plot tema aktuale me të cilat po mirët, kështu që mirë se vjen Faton Morina në podcastin Nga Zero. Faleminderit meriton për ftesën, të përgëzoj për këtë iniciativë, për këtë emisión shumë të qelluar dhe uroj t'ju shkojë mbar. Gjithashtu shfrytëzoj rastin për televizionistët tuaj që uroj edhe festën e Fitër Bajramit, uroj që të vinë ditë sa më mira për gjithë ne. Faleminderit shumë. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, po mundohemi, mirë po kalojmë. Faleminderit. Okej. Për ata që s'njohin ose për të shohin për herë të parë, kush është Faton Morina? Faton Morina është një djalë nga komuna Soarekës, përkatësisht i lindur dhe i rritur në fshatin Samadrag. Aktualisht punoj edhe si mëdhënës në shkollën e fshatit Samadrag, shkolla fillore editoria Samadrag. Gjithashtu jam i angazhuar edhe në disa projekte dhe kjo është pak a shumë një hyrje sa i përket Faton Morinës. Shkollën fillore ke përfunduar në Samadrag, po besoj? Po, shkollën fillore kam fillu faktikisht Samadrag 3 vitet e para, pastaj ka qenë periudha e luftës së lavdishme, domethënë të UÇK-s, dhe jam detyruar ta ndërprej në klasën e 3. Kemi shkuar si shumica shqiptarëve në Shqipëri, pastaj nga Shqipëria jemi detyruar të shkojmë në Gjermani sepse unë atkohë e kisha babin në Gjermani, pastaj kemi shku unë, nana dhe 2 vëllezërit e mi në Gjermani dhe pastaj 1 vit e gjys kam qëndruar në Gjermani. Ke vazhduar edhe shkollën, me siguri atje? Po, atje kam vazhduar 1 vit e gjys. Okej. Si ka qenë fillimi, të pas parasysh edhe kohën që ceke që ka qenë një kohë jashtëzakonshme, që ka qenë fillimi i shkollimit në Gjermani për një tri kosovar? Po a ke pas vështirësi apo që ka qenë fillimi? Kuptohet, ka qenë vështirësi për shkak se ne kemi qenë domethënë në gjendje jo të mirë, edhe psiqike, domethënë kemi qenë të mërzitur, në një dilemë se çfarë po ndodh me ne, çfarë po ndodh me adhejon tonë, çfarë po ndodh me shtëpinë tonë, me gjërat që na kanë mbetur mbrapa, me familjarë të tjerë që i kemi lënë mbrapa. Fillimisht domethënë ka qenë një sfidë e madhe. Po, pjesa e integrimit, se fillimisht kur kum shkuar atje, fillimisht më kanë sistemuar me një klasë mikse, ku ka pas domethënë edhe nxënës tjerë që kanë ardhur domethënë nga zona tjera, të cilat kanë qenë fillestar për periudhën e qëndrimit në Gjermani. E si ka qenë perceptimi i gjermanëve në atë kohë për një tri i cili ka ardhur prej një vatër të luftës, çish kanë qenë pritshmëritë e tyne për ty edhe sa ke pas ti vështirë me u integru edhe me qenë i barabartë me ta në klasë ose në shkollë? Them drejtën, mirë, më kanë prit, domethënë mirë, ata kanë qenë shumë të ndjeshëm, gjithmonë domethënë kanë pas një kujdes të veçantë sidomos për neve që kemi qenë nga Kosova, se kemi qenë në atë gjenerat 3 nxënës prej Kosovës dhe kemi pas një trajtim të mirë prej tyre, janë kujdesur mirë, na kanë pyetur gjithmonë mirë si po ndihemi dhe ky integrim i mirë ka ndikuar që unë ta adaptohem shumë shpejt dhe për një periudhë prej 2 mujorëve, unë pastaj nga klasa mikse jam vendosur në një klasë të rregullt, domethënë në klasën që kam qenë këtu në klasën e 3 në Gjermani. Mirë shumë. Pastaj je kthy prapë në Kosovë dhe ke vazhduar rrugtimin dhe shkollimin këtu, po besoj. Po, pastaj atje kam vazhduar përsëri, kam pas një sukses të jashtëzakonshëm, domethënë kam gjetur përkrahjen e mirë për shokëve dhe atje, pastaj edhe klasën e 3 atje ku kam pas sukses, domethënë më kanë ngritur në një klasë më lart, më kanë qitur në një klasë 4 dhe pastaj u kry lufta dhe menduam që tash ka ardhur koha të kthehemi në Kosovë dhe unë, babai dhe 2 vëllezërit, do të thënë fakt një vëlla ka qëndruar në Gjermani, unë, babai, nana dhe vëllau i dytë kemi ardhur në Kosovë dhe pastaj kam vazhduar këtu në Kosovë me klasën e 5. Mirë shumë. Do të folëm pak edhe për gjeografinë, me natyrë me cilën je marrë prej nga fillimi dhe vazhdon të mirësh. Cili ka qenë motivi që ke filluar më marr bashkë me gjeografi? Atë ka pëlqyer si i vogël kjo sfera apo ka qenë dikush që ta ka imponuar ose të ka ndikuar te ti për më marrë me këtë fushë? Po, kuptoj. Dhe domethënë kjo, nëse kthehemi pak prapa në kohën e fëmijërisë, unë dojti kam Soarek dhe babgjyshi im, domethënë baba i nanës, është një gërbexhi, domethënë qysh në periudhën atëherë ish Jugosllavisë, ka shkuar në Gjermani, përgatësisht në Berlin. Dhe sa herë vinte nga diaspora nga Berlini na binte neve në atko harta. Edhe atë harta kur vishin atëherë me makina si harta të mëdha që kanë për me gjithë rrugën se nuk ka pas atëherë navigacion. Dhe shpesh herë
i mirënim ato hartat dhe ai na bonte një farë lloje, një farë gare me djemt e dajës, me djemt e tezeve, kush i gjen malet i pari, rrugët i pari dhe qysh atëherë ka filluar të më pëlqej domethënë gjeografia. Pastaj një rol të rëndësishëm në studimin e gjeografisë ka luajtur edhe profesori në shkollën e mesme, profesori i nderuar Baram Zoga, i ka qenë një profesor fantastik dhe gjatë 3 vitet e kësaj periudhe kam kaluar shumë mirë dhe kjo ka qenë një shtytje që Unë vazhduar me studiu lëndën e gjeografisë. Mirë, si ka qenë fillimet studimi, a keni pas kushtet mira për me studiu apo cilat kanë qenë disa vështirësi cilat i ke pasit po më në fillim të kohës studimeve? Po, në fillim domethënë si gjithmonë është një dilemë, një sfidë se si do t'ja dalë domethënë larg familjes, edhe Prishtina një qytet i madh si do të adaptohem, po unë kam pas një fat kur kam shkuar me studiu para meje ka qenë nipi im, djali i hallës tim dhe pastaj ai më ka ndihmu së bashku me nipin tim dhe me një kushëri tim, kemi banu së bashku dhe ata për çdo gjë më kanë nejt afër dhe domethënë nuk e kam pasur si ç'është kjo hajgare me brucosha, domethënë unë e kam pas ma lehtë. Po, jam përkrah dhe kam pas për çdo sen ma lehtë, më kanë ndihmu ata dhe jam adaptu shumë shpejt. Mirë. Te pjesa e studimeve, mandej ke fillu edhe punën, edhe pjesa që të veçon si mësimdhënës është edhe gjatë tërë kohës je marrë edhe me projekte të ndryshme të natyrës së gjeografisë, te pjesa e realizimit projekteve të ndryshme edhe në komunën tonë, kështu që ndoshta të di pak çka është GIS-i edhe si funksionon teknologjia, sa është implementu pjesa teknologjisë te gjeografia të di që tash e përmend edhe vetë, do më pjesa e navigacionit dhe plot aplikacione të ndryshme të cilat e bojnë pak më të lehtë edhe punën po besoj një gjeografi. Po, është e vërtetë. Do thënë, në fakt, gjeografia moderne, se ne jemi çdo herë edhe neve na ngucin ka pak neve arsimtarëve ose profesorët gjeografisë thonë, gjeografia ju i keni vetëm kryeqytetet, flamurat. Në fakt, gjeografia nuk ka të bëjë vetëm me kryeqytete, nuk ka të bëjë vetëm me flamura. Në ditët e sotme, ata shtete, ato qeveri, apo ato organizata që e njohin gjeografin, janë më të zhvilluara. Ato që më pak e njohin gjeografin, ka një nivel më të ulët të zhvillimit. Domethënë, nëse ne i kushtojmë rëndësi gjeografisë, në mënyrë të njëtrajshme do të ketë zhvillim më të madh ekonomik. Ndërsa ajo që e cekët ju shumë mirë GIS-i apo Geographic Information System, kjo e ka kaluar domethënë gjeografinë në një stad tjetër, e ka bërë një shkencë shumë aplikative dhe tani gjeografia është ai brumi i çdo vendimi që marrin nga institucionet lokale deri ato më të larta niveleve qeveritare apo edhe nivele më të larta në nivel interkontinental. Do thënë gjeografia tash ka një rol shumë të rëndësishëm, çdo informat, çdo gjë që analizohet fillimisht analizohet në kontekstin gjeografik, pastaj mirët vendime për këtë. Tu e di që edhe mësimdhënës, sa është interesimi i trive për me studiu gjeografinë edhe apo ja dim rëndësinë taman sa duhet, a jemi të e trajtu degën taman sa e meriton apo faktikisht pak e kemi neglizhu, nuk po jallojmë rëndësinë cilën veç sa e potencove. Është e vërtet, po këtu tash është nëse ne si mësimdhëm gjeografisë, shumica, domethënë, ose pjesa më e madhe, besoj që do ta kishte më të lehtë aplikimin e këtyre njohurive që ne i kemi mësuar në periudhën e studimeve diplomike apo edhe pastaj pas diplomike master. Po këtu tenon një sfidë në vetë është edhe mungesa e pajisjeve teknologjike. Për shembull, unë dhe shumica e mësimdhënësve ose profesorët të gjeografisë mundohemi të aplikojmë domethënë këto çka i mësojmë nga GIS-i apo nga GIS-i, por gjithmonë sfiduesa është për shembull për të bërë gjeografinë sa më të implementueshme për t'ia dhënë hakun, duhet të kem pajisje. Për shembull, secila klasë duhet ta ketë monitorin, duhet të ketë pajisjet me të cilat nxënësi do të jetë më i lidhur me gjeografinë. Janë disa prej platformave shumë të mira. Për shembull, nëse nxënësi vetëm i thojmë mësoje shta me libër ose shkruaj shta, vizatoje shta. Do të thonë që nuk jemi të arrit me bë atraktive për fëmijë. Po, për arsye në ngesë të kushteve. Te pjesa e shkollimit fillor dhe të mesëm e dim cila është gjendja, po te pjesa e fakultetit edhe studime postdiplomike, a ka universiteti pajisje të domosdoshme për me bon këtë punë pak më atraktive dhe me qenë e ulëmtim pak më eksakt apo kalojmë te kjo pjesë? Që qëndron Kosova në çet pjesën e për shembull se unë kam pas fat, ju e din, unë punoj në shkollë, kam punu bile jemi kolegë, kemi pas bashkëpunim edhe në sa kam qenë profesor në Skënder Luaras. Domethënë në shkollën e mesme teknike Skënder Luarasi, pastaj kam pasur një përvojë edhe në një kolegj, domethënë një
universitet privat dhe fatmirësisht universitetet qëndrojnë në këtë kontest ose në këtë gjë një hap më lart. Ndoshta ka ndikuar edhe konkurrenca. Me hap më lart se shkollat e mesme ke fjalën. Po, shkollat e mesme edhe për shkak se implementimi të kushtit ndoshta ka bërë tash kjo konkurrenca për shkak se shumica e këtyre kolegjeve private për t'i tërhequr sa më shumë student ofrojnë kushte më të mira, anën tjetër edhe universitetet publike, duke filluar për Prishtinës edhe në qendra tjera, kanë filluar në vitet e fundit të bëjnë domethënë investimin në infrastrukturën e tyre që studentët të jenë në hap me vendet e rajonit. Ndoshta jo me shtetet e Evropës Perëndimore apo Evropës Mesme, po me vendet e rajonit, vendet që në rrethojnë. Okej. Te pjesa e gisit, a mendon që mundet me qenë një profesion i cili trive ton ju siguron një tallme profesionale apo ende qëndrojmë larg shteteve të ndryshme perëndimore në këtë pjesë? Patjetër, domethënë gisi është e ardhmja, gisi është ajo që çdo profesion tjetër merr diçka prej gisit. Domethënë, m'fal, konkretisht, cilat janë ato shërbime të cilat i ka se konkretisht çka për një person i cili nuk mirret shumë me këtë fushë, ja elaboru pak më thjesht, çka konkretisht mund me bë me tonë, cilat janë. Për shembull, ne ditë e të sotme që po jetojmë në kohën e teknologjisë. Për shembull, nëse ne vetëm po marrim një rrugtim me shku diku, gjëja e parë që bëjmë ne, e lëshojmë Google Maps apo e lëshojmë navigacionin. Ajo është tipike që të bëj diçka me gisin. Pastaj, nëpër komuna, nëpër institucione tjera, nëpër ministri, që bëhen planet. Plani për shembull që ka të bëjë me zhvillimin komunal ose harta zonale, ose plane tjera që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e tokës, ose plani tjetër që ka të bëjë me analizën e vërshimeve. Çdo gjë domethënë që na bën neve me njoft më mirë rajonin, me njoft më mirë tokën ku jetojmë, e ka prapa gisin. Ose për shembull edhe gjëja më e thjeshtë, edhe postieri, domethënë sot që ne po porosisim online, përmes gisit mund na bie pak ndej te shtëpia që ja ofron gisi e lehtëson këtë. Domethënë çdo gjë që ka të bëjë me njohjen e terrenit, duke ditur lehtësirat që i ofrojnë, ose nëse ne dëshirojmë të vizitojmë një zonë malore ose një zonë bregdetare, i shikojmë ato hartat ose tash që po përdoren web GIS-et, çdo gjë na lehtëson neve për mos i pyetur disa persona ku të shkojmë, e kemi gisin që na çon në pikën e saktë. Okej. Tu e ditë që Kosova ka plot bukurinë natyrore, pse shumica e kosovarëve zgjedhin çdo vikend ose shumicën e pushimeve ta kalojnë në Shqipëri. E dim çon Bregdeti, po mendoj që kem plot vende të cilat as vet nuk i dim dhe janë tende të pa eksploruara sa duhet. Po mendoj që duhet edhe institucionet pak më shumë i promovu, edhe ju profesionistë e fushës që me pasur fushata të ndryshme më tregu qytetarëve tonë që ja vlen me vizitu një vend i cili ofron kënaqësi dhe atraktivitet. Po, është e vërtetë ajo që thoni. Unë mendoj që këtu janë dy komponentë që kanë pru gjendjen në këtë që thoni ju. E para është që mungon me të vërtetë një promovim apo një reklamim i pasurive që i ka Kosova. Dhe e dyta është ndoshta ajo nostalgjia që kemi për Shqipërinë nga e kaluara, domethënë ajo dëshira për një bashkim emocional. Po, aspekti emocional. Se siç thatë ju është e vërtetë. Për shembull, ne mund të fillojmë prej komunës tonë, prej afërmi. Ne domethënë kemi disa zona shumë të bukura ku mund të kalohet një vikend. Ata që mirën domethënë me ecje, që pëlqejnë natyrën, mund ta shfrytëzojnë domethënë pjesën lindore, duke filluar prej Grejkocit, pastaj Mushtishtit, pastaj pjesën e Vraniqit, Budakovës deri te lart pjesa e Grejqevcit apo Javorit, ku është zona e lartë malore, ku ka disa maje të larta, për shembull, kemi majën më të lartë, majën e Barakut 2090 2 metra, dhe është një aktivitet i cili të bën të nihesh edhe fizikisht edhe emocionalisht mirë. Dhe mbi gjitha kur arrit të ngjitesh në majën më të lartë, e sheh pjesën komplet pjesën e Kosovës, domethënë pastaj në pjesën tjetër shihen majat e larta edhe në Shqipëri, në Maqedoni, dhe është një ndjenjë e veçantë që të bën mundi mirë edhe mbi gjitha ndikon pozitivisht në aspektin shëndetësor. Domethënë ka plot atraksione edhe në komunën tonë. Edhe në komunën tonë, po. Ja vlen me vizitë edhe kem çka tregojmë edhe para turistëve thuaj po. Ka dyshim, pastaj Suareka është edhe një komunë e cila edhe të kaluarën ka pas një rol tranzit qysh para mira viteve, ka dëshmi, për shembull, ne mundemi me bë aktivitete javore, për shembull brenda zonës tonë, edhe ka shpenzime më të ulta, po edhe të mësojmë fëmijët tonë me historikun, për shembull mund të vizitohet
kalaja në Kastërc, mund të vizitohen domethënë ato shpellat që gjenden në Mushtisht, mund të vizitohen kulla të ndryshme prej kullës së Rambllacës apo kulla tjera që tash po bëhen edhe me vlerat e luftës së fundit. Pastaj e kam përmend edhe në disa intervista tjera, është edhe kalaja e Greqevcit që është shumë pak e njohur dhe vizituar, mund të bëjë një atraksion gjithashtu i bukur. Pastaj kemi domethënë edhe shumicën e këtyre fatmirësisht Suareka si një prej komunave më të zhvilluar, kemi edhe disa restorante të mira rreth maleve që ofrojnë edhe ushqime të mira, po dhe anën tjetër pamje mirë, natyrë e mirë. Mirë. Do të ndalemi pak te këto monumente që i përmene, e di që i ke implementuar disa projekte për komunën e Suarekës, po du me ditë cila ka qenë përvoja jote me implementimin aty në projekteve, sa ke qenë i përkrahur, edhe si kanë rrjedhë projekte të cilat veç i keni implementuar, do t'i diskutojmë disa prej tyne. Po, unë që nga viti 2015, zbashku me disa kolege kemi themeluar një organizatë që quhet Giston Software Solution, misioni i cilës është domethënë për të ofruar kushte për një mjedis të qëndrueshëm dhe për zhvillim dhe promovim të turizmit që hasemi duke filluar prej Suarekës dhe të Republikën e Kosovës apo në përgjithësi trojës shqiptare. Projekti i parë që kemi realizuar ka qenë harta e monumenteve kulturore, natyrore dhe atyre historike dhe ne e kemi marrë fillimisht një dokument që e ka hartuar Kuvendi Komunal, ku janë monumentet natyrore të mbrojtura me ligj. Dokument në cilin i bazua, po? Po, jemi bazu. Dhe pastaj dokumente tjera nga Ministria e Kulturës dhe Nisë dhe Sporteve, ku ka të bëjë domethënë me këto pjesën kulturore historike, i kemi pikëtu, i kemi gjetur gjitha, pastaj kemi angazhu domethënë kompani që na kanë ndihmuar në realizimin e fotove me dron, i kemi bërë gjendjen e tyre dhe pastaj kemi vendosur në një hartë. Në hartë, po. Është harta vetëm për monumentet që janë në qytet apo komplet komunën? Fillimisht e kemi bërë hartën e monumenteve kulturore historike që janë mbrojtura për tërë komunën e Suarekës. Okej. Pastaj e kemi parë që kjo është e dobishme, por shumica nuk kanë pas një uri shumë në leximin e hartave. Pastaj kemi pa ndoshta do të ishte më mirë që të bëjmë një katalog turistik. E kemi vendosur pikën, koordinatën e saktë, lokacionin e saktë dhe një pamje se si duket nga droni, në mënyrë që turisti, qoftë vendor apo muaj, ta di se çka e pret kur shkon ta vizitojë atë. A ka pasur impakt realizimi i këtij projekti? Po mendoja kanë filluar njerëz pak më lehtë me orientu nëpër komunën tonë dhe pak më shumë i vizitu këto objekte apo nuk ka pas shumë? Po, të them pak edhe të më falë të pyetja paraprake. Më thonë këto projekte janë realizuar gjithmonë në mbështetje të Drejtorisë Kulturës në komunën e Suarekës dhe të Ministrisë Kulturës në nivel qendror. Dhe këto projekte kanë pasur domethënë një pritje pozitive. Shumë prej banorëve kanë thënë e kum pa aty dhe kum shkuar kum vizitu, nuk e kum ditë domethënë që është këtu. Dhe besoj që janë shpritur mirë. Pastaj ne kemi bërë edhe shpërndarjen e këtyre hartave, një hartë madhe kemi vendos në muze, pastaj çdo institucion që ka të bëjë me kulturë, i kemi shpërndarë dhe janë të ngjitura domethënë në pjesën hyrëse apo në muret ballore të objekteve. Në rregull. Një ndër projektet jashtëzakonisht me rëndësi ka qenë edhe emërtimi i rrugëve, projekti i cili po besoj që ka marrë edhe kohë edhe fazat ndryshme të implementimit. Si ka qenë përvoja e jote në këtë pjesë? A mundesh më na tregu ndonjë rast konkret se çysh ka shku? A ka pasur ndonjë pakënaqësi prej banorëve të ndryshëm, zogjve të ndryshme edhe të natyrave? Ka qenë viti 2015 kur unë vetëm isha duke përgatitur domethënë me mbrojt temën e masterit dhe pastaj duke se është fat i mirë që unë bashkëpunoj me shumë kolegë gjeografë në për institucione. Dhe njëri ndër ta që ka qenë i angazhuar në agjencionin kadastral të komunës Suarekës, ka thënë tani temën e ki gati, nëse do në mundesh më angazhu me punu diçka, unë kam thënë po patjetër, unë përpres mundësinë, ka thënë shko bisedo atje me drejtorin e kulturës, me drejtorin e urbanizmit në komunën e Suarekës dhe ke mundësi të mirë të angazhohesh. Pastaj kam bisedu dhe Suareka ka qenë njëna prej 7 komunave që e ka fituar një donacion për vendosjen e emrave të rrugëve në komunën e Suarekës. Pastaj kam treguar që jam sugjeruar prej një miku tim që marrë se ju keni nevojë, ka thënë bësh i duri se jemi mrapa në realizimin e këtij projekti dhe unë kam fillu. Mirë e cekët ju, është e vërtet. Ka ndoshta çdo fshat ka pas pakënaqësi, domethënë në disa raste me emërtimet e rrugëve, por unë i kam treguar që domethënë kanë qenë
pak knatësit, nëse mund është më najtë tregun e jo, edhe emërtimi i rrugëve, a bëhet bazë të propozimit që ati mjedisi, apo mirën për bazë ndaj tjetër faktor? Po. A di që shkon kjo punë për ata që nuk e din? Për ata që nuk e din, domethënë, emërtimi ka përfundu qysh nëse nuk gaboj në vitin 2010-11, domethënë, kur kanë fillu domethënë takimet. Takimet publike, po? Po, ka qenë kjo procedurë. Drejtoria e urbanizmit së me agjencionin kadastral i kanë planifiku, i kanë bë hartat, çdo rrugë e ka pas kodin e vet. Për shembull, në fshatin Samadraq, rruga me kodin 001. Pastaj harta i është dhënë kryetarit fshatit, përfaqësuesve të partive politike dhe organizatës së veteranëve të luftës. Okay. Ata janë mbledhur normal në kushte të mira dhe të duhura, odesht ata me bashkëpunu me secilin përfaqësues të lagjëve. Po më duket këtu ka pas një ngecje, ndoshta pak i kemi fajat edhe na se shpesh ato thirrjet publike nuk i analizojmë me marrë pjesë. Pastaj kur të vjen tabela, jo pse nuk na kanë pyet, po. Më thon kjo ka qenë pakës një neglizhencë ndoshta edhe për përfaqësuesët të komunitetet e kanë dhënë propozimet për se cilën rrugë. E vërtetë. Çish më emërtu. Po, domethënë emrat e rrugëve janë marrë për secilit fshat, është bë baza e dhënave, i kanë vendosur tani nga kodët, janë vendosur emrat, pastaj është tregu që kompania është fituese me ndihmën Banka Botërore, nëse zgaboj me një organizat tjetër, i kanë përkrah 7 komuna, për 7 komuna ka qenë edhe komuna së Arekës, dhe pastaj unë kur ju mbë pjesë e projektit, ka qenë çdo gjë e përfunduar, unë kam pas vetëm t'i përgatis hartat dhe të bashkëpunoj me kompaninë në mënyrë që t'i vendosëm emrat sipas kriterëve që i ka caktuar Drejtoria e Urbanizmit bashkë me agjencionin kadastral të komunës. E cilat kanë qenë pakënaqësitë e qytetarëve? Ndaj pakënaqësi nëse të kujtohet? Po ka pas pakënaqësi, për shembull, ndoshta shka është pakës një pjesë e fshatit, nëse dikush e ka pas emrin e një antarit familjes, një pjesë tjetër ka lind tani ajo si i natë me fshatit, pse ata e kanë emrin e përfaqësuesit ndërsa ne jo. Po pastaj jemi mundu mi tregu që ne nuk kemi ndorë asgjë. Janë procedurat, pastaj Komuna së Arekës e ka bë një afat ku i ka dhënë gjithëve banorëve kohë për me bë ankesa dhe për t'i treguar pakënaqësitë e tyre, dhe pastaj ka qenë edhe një komision që e ka bërë me përfaqësues të partive, me personat e Drejtorisë së Urbanizmit, dhe janë trajtu diku rreth 300-400 ankesa për emërtimet e rrugëve. Një vazhdimsi e këtij projekti që e përmend është edhe vendosja e numrave. Po. Që na ka rrota ka pak me dalë për vende të ndryshme, kemi po sa rëndësishme është kjo pjesë, adresa dhe numri. Apo beson që është mirë kjo, dhe a ka shku projekti i vendosjes numrave në përlagje të ndryshme si duhet, bazë të legjislacionit fuqi, dhe çysh ka shku etapat ndryshme ky projekt? Po. Fillimisht, domethënë se numrat kanë filluar edhe ato mësi janë vendos emrat. Po. Atëherë komuna i ka angazhu ndoshta disa konsulent, kanë dalë në natyrë, kanë dalë çdo rrugë, i kanë marrë numrat e shtëpive, i kanë evidentu numrat e shtëpive. Dhe pastaj çka ka ndodhur? Ka kaluar një kohë e gjatë deri në vitin 2024 kur nuk ka pas mundësi të vendosen numra, se janë diku një numër mbi 20.000 numra në komunën e së Arekës. Pastaj përsëri agjencioni kadastral në bashkëpunim me komunën e kanë bot mundshëm buxhetin, janë siguru një kompani e ka fitu tenderin, po ata na kanë dhënë kohë diku rreth një vit që ne dalim ta bëjmë një përditësim të gjendjes në terren. Kanë qenë të angazhuar 2 konsulente, të cilat kanë dalë me harta, unë ja kam përgatit hartat e kanë pas hartën, për shembull, nëse llogarismë rastin në Samadraq, rruga Fehim Morina në vitin 2011-2012 kur kanë dalë me bë ata konsulentët e parë gjendje në terren, i ka pas 200 numra, tash ti kuptohet kanë ndryshuar, ata i kanë vendos numrat në hartën fizike, unë i kam fut në pjesën e ashtu quajtur ARIS, sistemi unifikuar i adresave. Pastaj i kam përgatit përsëri hartat e përditësuara dhe së bashku me kompaninë i kemi vendosur numrat sipas informacionet që na kanë pru konsulentët nga terreni. Okej. Pse duhet një qytetar i Kosovës me pas adresë
patjetër edhe numër të banimit. Çka I duhet kjo? Kjo është njëna edhe prej kushteve për liberalizim vizave, domethënë ti vetë tash ti bësh domethënë liberalizim vizave në çdo Me ditë rezident, levesin, po. Edhe tjetër tash është mbas ti numri, kur shkon për ta nxjerrë certifikatin e lindjes ose diçka tjetër, ti mundesh me deklaru në Kosovë apo mundesh edhe deklarosh fizikisht, atash ti e ke çet adresë në certifikat lindjes, domethënë çdo ku tani e ke adresën tënde dhe tamam është plotsu kjo mungesë. Bile mendoj që është projekt I bonuar deri me tani. Okej. Dhe pjesa e bashkëpunimeve që e përmende, ki posa një bashkëpunim me Ashokun për enciklopedi. Qysh ka fillu kjo, tregona pak edhe cilat kanë qenë mënyra se qysh keni fillu bashkëpunimin edhe qysh ka rrjedh deri në finalizimin e projekteve të ndryshme që I ke bo me ta. Po, unë kam studiu geografin edhe prej landeve që kam pas gjatë periudhës studimeve edhe në nivel bachelor dhe master, ka të pas domethënë me studimin e popullsisë siç është demografia. Dhe profesor ligjerues në lëndën e demografisë ka qenë profesori I nderuar akademik Hivzi Islami, edhe ka qenë domethënë për 2 mandate kryetar I Akademisë së Kosovës. Dhe ai e ka përmend her pas here që e ka Kosova Mangu këtë projektin e leksikonive të mendbarimit të Kosovës. Leksikoni është një projekt shumë I rëndësishëm në të cilin është ndarë në 3 vëllime. Vëllimi I parë ka të bëjë domethënë me zonat urbane. Gjitha këto qytetet më të mëdha I mbledh informacionet dhe janë paraqitur në një botim. Vëllimi I dytë, po vëllimin e parë. Vëllimi I dytë ka bërë domethënë prej A-s deri te M-ja dhe pastaj prej L-s deri te Z-ja ndan, domethënë sipas renditjes alfabetike. Dhe për shembull, unë për shembull kur kam qenë student gjatë periudhës kur e kam punu temën e bachellorit, për me mbledh informacione për vendbanimet së Arekës, është dash për vendbanime me u lëmtu në 2-3 botime të ndryshme. Ndërsa leksikoni tash ta ofron çdo vendbanim të Kosovës I ke në këto 3 botime. Dëshiron me ditë për Soareken, e ke botimin të qendrat urbane. Dëshiron me ditë këto vendbanimet për shembull te Suareka, si komunë, ndryshme. E ke të fshati Samadrash, Studentçan, Budakove, tjetër e ke në për botime të ndryshme. Okej. So mendon që është e rëndësishme kjo për një shtet të si Kosovën, ky lloj enciklopedi ose katalog I cili është I dokumentuar, apo shfrytëzojnë studentët ose po, sidomos tash nxënësit për me marrë informata zyrtare për vendet në të cilat jetojmë. Po, për shkak se akademia besoj që në pjesën më të madhe I ka shpërnda nëpër biblioteka dhe ka tregu që ka interesim për tyre, sidomos ata që mirren me studimin e fenomeneve që ka të bëjnë me popullsi ose me ngjarje dukuri ndryshme që ndërlidhen me gjeografin, I shfrytëzojnë këto botime dhe e kanë më lehtë për të marrë informacione dhe kuptohet janë informacione të sakta, se për të bërë këto informacione në fillimisht është dash të dalim në terren. Unë për shembull ka pas raste kur kam dalë në terren, I kam anketuar drejtorat e shkollave, I kam anketuar prisivit fetar, I kam anketuar kryetarat e fshatrave, I kam anketuar çdo institucion apo çdo gjë që ka të bëjë me mbledhjen e dhënave. Pastaj këto I kemi analizuar, I kemi përpunuar së bashku me profesorët bashkëpunëtor që kanë qenë mbikëqyrësit tanë, I kemi bërë grumbullimin e dhënave dhe pastaj janë redaksia e ka bërë domethënë grumbullimin e tyre dhe publikimin e tyre. Mirë, përmende pak edhe OJC-n, po, edhe me cilën ke pas plot projekte të cilat I ke implementuar, cili është projekti me cilin ti njihesh krenar edhe e prezanton me shumë qef para një kolegu ose para një audiencë. Cili ka qenë projekti më I mirë I realizuar për ty përmes OJC-s? Po, them drejtën, është një pozitë ndoshta që këtë pyetje s'mund t'ja përgjigje. Më kujtojnë këta këngëtarë kanë njerë ku pyesin cila është kënga ajo. Po shkak se për shembull nëse unë them për hartën e monumenteve kulturore, historike dhe natyrore në komunën e Soarekës, është më e veçantë për shkak se ka qenë e para dhe e kam bë me plot nostalgji, plus kemi pas domethënë bashkëpunim me profesorin Valbon Bytyçi që gjithashtu është nga komuna e Soarekës përgjithsisht ka fshati Lëshan dhe pastaj është krenari tash po I shoh domethënë shkollat e mesme, po kanë vizita të ndryshme në muze dhe po bëjnë foto aty dhe po është një krenari për organizatën tonë Kretin që e kemi ofruar një hartë për komunitetin tonë. Po pastaj edhe këto katalogot. Pastaj unë kam punu së bashku me organizatën tonë edhe katalogun turistik të monumenteve që janë mbrojtur në listë përhershme edhe për Prizrenin. Domethënë, e dim që Prizreni është qyteti historik I trojeve shqiptare dhe mund të them ndoshta që
nëse pak do ta veçoja, do ta veçoja projektin e parë, hartën e monumente kulturore historike, dhe pse është e para në krejt komunën, asnjë komunë tjetër nuk e ka këtë hartë. Ndoshta kjo më bën pak pak më. Edhe është i pari, edhe është më i veçantë. Okej. Po kthehemi pak te arsimi, se e përmendëm në fillim që jemi simdhënës. Si është gjendjen e arsimit të fillu prej shkollës ku punon edhe në komunë? Cila është bindja jote për sistemin e arsimit në komunën tonë përgjithësi? Për arsimin mendoj që gjendja është e mirë, po besoj që ka shumë punë për të bërë, ka shumë sfida që duhet patjetër të fokusohemi në mënyrë që të përmirësohet kjo gjendje. Cilat janë ato që pak më shumë po mungojnë për shkolla fillore edhe të mesme, të pas parasysh që ke pas mundësi mi vizitu një pjesë të madhe tyne, a janë mjetet e konkretizimit ato që po mungojnë apo është diçka tjetër? Po, e përmena njëri prej, sidomos për neve gjeografëve, njëri prej elementeve kyç është mungesa e pajisjeve, teknologjive, projektoreve, më thënë laptopeve, edhe pse shumica ne ndoshta edhe mund t'i marrim për laptopet tanë, po projektoret e kushtet e përshtatshme. Një sfidë tjetër që mendoj është edhe ndoshta nuk është në nivelin e duhur, edhe ai bashkëpunimi ai trekançi arsimtar, nxënës, prindër. Okay. Ka raste se unë kam një klasë kur ndoshta prindrit i besojnë më shumë fëmijëve tyre sesa me marrë kohën e tyre dhe me marrë me bisedu me mësimdhënësin, me thënë nxënësi jam, ma dha që të verzion. Si është gjendja? E qartë. Edhe po mendon që ka qalu pa komunikimin. Ka qalu po. Mësimdhënësit, prindit edhe fëmijët. E ku po mendon që është ai problemi pak më i theksum? Po tash ose ku kemi qalu pak? Tash problemi mendoj është që ndoshta nuk ka edhe një interesim siç duhet të prindërve të tyre për nxënësit e tyre. Ndoshta është fatkeqësi, po ka raste unë gjatë se mbien, a thash angazhohen projekte ndryshme, më shohin arsimtar, më pyesin si po kalon, kur i pyesin ndonjëherë ndonjë prind, a ki ndonjë fëmijë, thot po e kam një, më përmend emrin, por ka fatkeqësi është ndoshta nuk e din as cilën klasë është. Apo kupton? Prindi për fëmijën e vet. A din thotë kam një, po më duket më sa është 4 ose 5. A din që kjo është një fatkeqësi, pastaj ka edhe mungesë të interesimit, ka raste kur disa prindër vinë vetëm kur është koha me komunikimin e suksesit, dhe çka është më e keqja, ata nxënësat që kanë mungesa, që janë problematik, nuk vinë. Vinë ata prindit që i kanë nxënësat e shkëlqyeshëm. Ata që faktikisht ata që duhen me qenë nuk janë aty. Po mendon që duhet sistemi arsimor me rregullu këtë punë, që me obligu prindin që është në përvendet ndryshme zhvillune që patjetër me qenë prezent për fëmijën e vet. Na dim që secili prej tyre ka angazhim, ka punë, po megjithatë fëmia është më e rëndësishme se gjithë, duhet me gjetë një orë ose gjysore brenda një jave me shku me taku kujdestarin ose drejtorit kur ka diçka shqetësuese. Është vërtet ajo që thua ju. Po për shembull në parim ekzistojnë këto këshillat e prindërve. Për shembull në fshat unë kam kryetarin ose përfaqësuesin e prindërve. Pastaj kemi përfaqësuesin e prindërve shkollës. Por problemi a thash është që prindit, ata që zgjidhen përfaqësues janë prindit atyre nxënësave që janë të shkëlqyeshëm. Ai domethënë vjen, po. Dhe problemi është te ata prindër që kanë fëmijë pak më të lasdruar ndoshta. A thash ndoshta edhe që kjo kushtet e tepërta. Do të thënë ka raste kur nxënësit i kanë telefonat më të mirë se simdhënësit. Vin, do të thënë ka raste tash edhe vin me kësi pajisje, trotineta, ose i bin çdo mëngjes me kerr, do të thënë, ose ka kushte vishën si teshat shtrajta sa në tash mendoj që prindit më shumë pikujtojnë rëndësi qefit e tyre të luksit, sesa me pyet domethënë a i bo detyrat, a ki ndonjë landë vështirësi. Për shembull, nëse unë me një nxënës nuk kam raport mirë, nëse vije prindi dhe thot më fal, o arsimtari i gjeografisë, pse ki gjështu, do të isha i lumtur. Më mirë do të vjen me fol me mua, sesa për shembull nëse thot ai, po ai nxënës jam ka probleme me mësuesin gjeografisë, po shkoj me fol me ata se do të më përla. Jo, na mundna me bë debat, me tregu për shembull, nëse unë jam gabim, unë jam gjendje me kërku me thon fal, më pas ka ikë që kjo, po do ta përmirësoj këtë gjendje. Është fakt ai që po e thu. Se kështu më fal, meriton. Edhe ti, domethënë për shembull drejtoria i çon udhëzimet, formulohen bëhen këshillat e prindërve. Problemi është që neglizhenca e prindërve. Ndoshta edhe unë jam prind, domethënë kam djalin tash 3 vjeçar, ta shoh kur rritet, po besoj që unë do të interesohem më shumë.
Unë po mendoj që shumica e prindve pja u ofrojnë fëmijëve gjitha gjonat e gatshme. Kjo është një gabim, cilin ma vonë, mandej po e shohin pasojat, kështu që nuk është mirë me u dhonë shumë as gjona materiale, por me kërku llogaripi fëmijës. Edhe me shpërbly vetëm kur ai ka një sukses. Po mendoj që kish me ndiku jashtëzakonisht mirë edhe në formim të personalitetit të fëmijës. Nëse kthehemi te fëmia im që e patëm fillim, për shembull, ne në Kosovë kur kam qenë unë me 2 vllazërit e mi edhe nona. Në atë kohë domethënë 3 vllazërit e mi, domethënë ne të tre kemi qenë shkëlqyshëm. Dhe çdo herë si kemi ardhur pi shkollës, pasi kem kryer ushqimin, domethënë nona gjithmonë na ka kërku, ai keni bë detyrat edhe gjithmonë ka qenë rigoroze, për të cilën jam falënderues. Se ndoshta dishim kanë në këtë kohë dhe ne do të ishim lasdruar se ne ndoshta nuk do të kishim pas sukses. Okej, tash po mendoj që koha e pa kontrollume edhe ekspozimi shumë të fëmijëve ndaj teknologjisë e ka të bënë vetën, po megjithatë duhet prind marrin mosa drastike që ta parandalojnë këto, se me një kohë ma vonë edhe nuk do mund të jetë vonë. Po. Kështu që na e dim që fëmija ma letër në telefon se e ka libër, është normale, po megjithatë është një sakrificë cilën duhet me bon tash që për në të ardhmen me qenë ata suksesshëm në aspektin profesional. Bilin ndërlidhe me këta unë po mundohem ka njëherë kur pesho që nuk po ka dobi. Kjo po mundohemi që qatë telefonin që e ka ndorë, i kam gjetë disa aplikacione që të ka të bëjnë me gisin, dhe për shembull kur ne e mësojmë Evropën e mesme, ja çojmë ndonjë link ose i them shkarkoni çto aplikacione në shtëpi, edhe ushtroni çto se javën tjetër kena mi bë kur kem mundësi me marr projektorin. Për shembull, është një lloj aplikacioni, edhe me sekonda, për shembull thot gjeje një mal në Gjermani. Ata kush e gjen i pari i qet pikë më shumë. Dhe kjo e rrit një far konkurrencë mes tyre. Teknologjinë po, bravo. E kam analizuar domethënë ata ashtu kështu po rrin telefon. Bëre çat telefonin që e ka, ta shfrytëzojnë edhe për mësim. Okej. Mosive që je profesionist i fushës, cili është vendi që ja u kishe rekomandu një vizitorit tuaj për me vizitu në Kosovë? Po. Vendi pak ma egzotik, që është pak ma interesant për me poli. Kosovë fatmirësisht ka vende të mira. Unë për shembull e pëlqej pjesën e maleve të Sharrit. Për shembull pjesa atje ku është edhe tani maja më e lartë në Kosovë, maja Rodoka, aty nëse vizitohet, aty domethënë përpos që është maja më e lartë, ku është një pamje siç e përmenda pak më herët te maja e Bajrakut në Mushtisht, atje është pamja edhe më e mirë. Pastaj gjatë ngjitjes tek maja do të kalon nëpër ujvar. Më thënë një atrakcion shumë i bukur, një monument natyror me vlera shumë të rëndësishme që i ofron një freski nëpër të cilën pastaj rrjedh aty lumi nëpër brod. Pjesa tjetër janë sytë e malit që quhen apo liçenet akundajore, liçenet glaciale, të cilat domethënë na jepin neve atë mungesën e detit. Nëse ne shkojmë gjitën mal, edhe mund të freskohemi me ujin e pastër të kristal të liçeneve akundajore. Por pastaj do të ballafaqohemi edhe me pjesën e jetës së vendbanimeve rurale me zhvillimin e blegtorisë. Mund të shet domethënë atje një bari që ka qindra dele, apo ka aty mund të takosh domethënë edhe deltarin e lirë, qerin e Sharrit, domethënë që e ruajnë me nostalgji, edhe për mbrojtjen e kafshëve, po edhe si vlerë kombëtare. Po pastaj kemi edhe ujvara tjera, kemi domethënë liçenet artificiale të cilat japin pamje të mira dhe kështu që të kam probleme thonë që to me shku, po do ka po unë nëse më shumë të pjesa domethënë e maleve të larta, edhe të Alpet shqiptare të Bjeshkët të Nemna, po edhe të Sharri. Okej. Tash fundi ke filluar edhe studimet e doktoratës. Po më intereson ku është vetin mas një periudhë 5 deri në 10 vjeçare në aspektin profesional, ose a keni projekt cilin jetu mendu me fillu? Po unë që një vit e gjysmë kam filluar studimet e doktoratës, edhe tema ime e doktoraturës lidhet përsëri me ato që thash. Unë kam domethënë interpretimin e parkut kombëtar Mali Shar në aspektin e konservimit, edukimit dhe turizmit të qëndrueshëm. Këtë pasuri që e kemi, që na ka fal Zoti i Madhërisëm, mundohemi që të gjejmë një balans. Domethënë një konservim që ka të bëjmë sipas IUCN ose rregullave ndërkombëtare të klasifikimit, sipas rregullave zonë e mbrojtur, zonë ku lejohet për shembull ndonjë vizitë ose zonë tjetër me karakter të veçantë. Pastaj pasuritë i përmena ujvaret, lumejt, liçenet akundajore, pyjet. Kosova domethënë sidomos pjesa e Sharrit, edhe pse në aspektin e
sipërfaqes është shteti më i vogël, po në aspektin e pasurisë, sidomos llojeve endemike, merr pjesë domethënë me përqindje shumë të madhe se sa shtetet e rajonit. Këto t'i ruajmë, t'ja ekspozojmë tjerëve dhe mbi gjithë ta bëjmë një turizëm të qëndrueshëm. Nëse ne për shembull lëvizim, shkojmë në Gjermani, Zvicër, e shohim se nëpër Alpet e Zvicrës ka çdo ditë me mijëra turistë, të cilët çato male i kanë shfrytzuar dhe i kanë shndruar si një promotor të turizmit. Po. Dhe mendoj që tema ime ka të bëjë që ta shfrytëzojmë parkun kombëtar, por mbi gjitha ta ruajmë, të mos e cenojmë, të mos e degradojmë. Okay. Ajo që thaj ti, ndoshta besoj që unë do të fokusohem në këtë projektin e realizimit të misionit të organizatës time, të cilët me bashkëpunëtorët e mi e kemi themeluar dhe mendojmë, dhe pastaj doktoratura ime besoj që do të jetë në shfrytëzim të realizimit të qasaj metodike, qati rezultati që të vazhdojmë pastaj me promovimin e maleve që janë në troje shqiptare. Okay. Pastaj pjesa tjetër do të mundohemi këto harta që i kam bërë për komunën e Sarekës, për Prizrenin, të bëj edhe për rajone tjera, edhe ndoshta edhe nivel shtetëror apo edhe kombëtar. Fokusi jam është që çdo pasuritë që i kemi mi promovu edhe duke njerëz të ndryshëm. Sakt, edhe duke tentuar të aplikojmë, domethënë këto janë harta të shtypura në fleta ose materiale cerado, materiale tjera. Synojmë që të ardhmen të bëjmë sa më shumë në digjitale. Për shembull, mund të vendosen Sarek një si monitor prej xhami dhe aty njeriu përmes prekës ose përmes touchit, për shembull, elaboru vendet me vizitu. E kemi kullën e Rambllacës, mund të prek turisti aty, thotë çka është kjo? Me tregu domethënë se çysh e ka leju ai kullën në kohën e rezistencës. Bravo, sakt. Ose për shembull, e kemi majën e Bajrakut, kemi atraksione tjera që kanë si vlera kulturore, e kemi për shembull zonën e Bjeshkëve të Nemuna, ku për shembull vlen të komplementohet ajo shoqata Grekoci që ka vendosur ato kamerat kurth, ku është para edhe prania e Roçebullit, prania e kafshëve të egra, të cilat janë një pasuri e shtuar për komunën tonë. Mirë, faleminderit shumë për këtë elaborim shumë profesional. Për fund, një mesazh të shkurt për trit që dojnë më marr me gjeografi, çka i kishte sugjeru një trio i cili është përfundim të shkollës mesme? Po, gjeografia është shkenca e jetës. Kush e nje gjeografin, e nje jetën. Mendoj që ata që vendosin të mirën me gjeografi, do të shohin se sa e pasur ka qenë rrethina në të cilën kanë jetu. Dhe mbi gjitha, do të shohin se çdo informat e drejtimeve tjera, bazën e ka te gjeografia. Dhe besoj që do të jenë më të dobishëm në shoqëri dhe në komunitet dhe produktet e tyre besoj që do të jenë të dobishme edhe në nivel kombëtar. Do të bëjnë produkte që do të jenë edhe tërherëse për vizitorët, por mbi gjitha do të jetë një pasqyrë reale për shtetin tonë. Dhe besoj që gjeografia, duke kaluar tash në këtë periudhën tjetër edhe inkuadrimi ose kombinimi i GIS-it me inteligjencën artificiale, anën tjetër e lehtëson realizimin e produkteve, po edhe bën më të plot, edhe bën më atraktive dhe më tërheqëse për gjithë që dëshirojnë me pas informacione të sakta për çdo rajon. Mirë, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ta kemi një mosafir profili i cili i ebrum plot tema të cilat po besoj që janë shumë interes për publikun. Ju faleminderit juve për ftesën, uroj t'ju shkojë mbar, ishte kënaqësia ime. Faleminderit. Faleminderit gjithëve për kujdesin edhe për shikueshmërinë. Ishte mosafiri Faton Morina me cilën elaboruam shumë gjëra rreth komunës tonë dhe jo vetëm. Shihemi në emisionet të ardhshme.